Mbi 700.000 të huaj më shumë kanë hyrë në vendin tonë përgjatë periudhës janar-nëntor të këtij viti krahasuar me një vit më parë. Pjesën ndërmuese të fluksit vijojnë ta mbajnë vendet e rajonit, veçanërisht Kosova, Italia, Maqedonia e Veriut, Malezi dhe Greqia. Vetëm nga Kosova janë regjistruar mbi 4.4 milion hyrje me një rritje prej 5.2%, duke konfirmuar peshën vendimtare të lëvizjeve ndërkufitare dhe të diasporës. Në rritje janë shënuar edhe hyrjet nga Italia me mbi 1.18 milion shtetas dhe rritje vjetore prej 2.3%. Me rritjen dyshifrore më të lartë krahasuar me një vit më parë mund të përmendim hyrjet nga Argjentina, Bosnia-Hercegovina, Belgjika, Brazili, Kanadaja, Zvicra, Gjermania, Danimarka, Estonia, Egjipti, Franca, Greqia, Hungaria, Irlanda, Luksemburgu, India dhe Ukraina. Mes rënditjes gjejmë edhe vende me rritje treshifrore si rasti i hyrjeve nga Izraeli, shteti me rritjen më të lartë prej 591%. Në kontrast me këtë prirje, disa vendet e Evropës lindore dhe të tjera kanë shënuar rënje të hyrjeve. Polonia, Rumania, Rusia, Bielorusia, Spanja, Letonia dhe Turqia rezultojnë me rënje krahasuar me një vit më parë, ndërsa kategoria vende të tjera të botës ka pasur rënje mbi 10%. Këto luhatje tregojnë një ndryshim gradual të profilit të hyrjeve sipas origjinës gjeografike. Në tërësi të dhënat e 11 muajve të parë tregojnë një rritje të qëndrueshme të hyrjeve në vend, por me dallime të theksuara mes shteteve dhe rajoneve. Tendenca konfirmon rëndësinë e vendeve fqinje dhe Evropës perëndimore në strukturën e fluksit, ndërsa disa tregje të reja mbeten më të paqëndrueshme.